Në Shqipëri na vjedhin, na vrasin dhe na çajnë, por askush s'merr përgjegjësi. Në këtë vend gjithçka ka humbur kuptimin, drejtësia, morali, përgjegjësia. Shqipëria e vitit 2025 është kthyer në një skenë tragjike ku viktimat qahen për disa ditë në media, për të harruar më pas si numra në statistika, ndërsa fajtorët bëjnë jetën e luksit me paratë e popullit. Na vjedhin dhe e quajnë projekt publik. Na vrasin dhe e quajnë aksident. Na çajnë, por vetëm për kamerat. Sepse në këtë vend çdo krim ka autor, por askush nuk ka faj. Nga ministrat që nënshkruajnë tendera si të ishin fletlotarie, tek drejtorët që ndërtojnë vila mbi varfërinë e qytetarëve e deri tek gjyqtarët që blejnë pafajësinë me para publike, të gjithë janë pjesë e një sistemi që e ka shkatëruar çdo ndjenjë përgjegjësie. Një fëmijë vdes nga pakujdesia e institucioneve, e quajnë tragjedi familjare. Një qytetar humb jetën në rrugë pas standarde që u inauguruan me gërshër e kamera, e quajnë fatkeqësi. Një protestues rrihet apo arrestohet sepse kërkon drejtësi, e quajnë rregull të ligjit. Ironia është se ata që duhet të mbrojnë jetën e qytetarëve janë pikërisht ata që rrezikojnë më shumë. Këtu përgjegjësia është fjalë ndaluar. Asnjë ministër nuk jep dorëheqje, asnjë zyrtar nuk ndjen turp, asnjë qeveritar nuk ka guximin të thotë fajtor jam unë. Dhe ndërkohë ne heshtim. Heshtim nga frika, nga lodhja, nga humbja e shpresës. Por sa gjatë mund të zgjasë kjo heshtje? Në një vend ku vjedhjet legalizohen me ligj, ku vrasjet mbulohen me deklarata dhe ku lotët shiten për vota, nuk mund të ketë mas drejtësi, as besim, as shtet. Ka vetëm një realitet të hidhur, një qeveri që sheh popullin si numër, jo si njeri. E vërteta është e thjeshtë dhe e dhimbshme. Në Shqipëri na vjedhin, na vrasin dhe pastaj na çajnë me hipokrizi. Por tragjedia më e madhe nuk është kjo, është fakti që askush nuk mban përgjegjësi. Dhe derisa të ketë heshtje, do të ketë pandëshkueshmëri. Sepse në këtë vend, faji nuk vdes kur, thjesht promovohet.